Përse japonezët nuk shëndoshen pothuajse kurrë? Pse jetojnë më gjatë? Pse norma e kancerit atje është shumë e ulët krahasuar me gjitha vendet e tjera perëndimore? Nuk është gjenetike, nuk është mrekulli, është stil jetese. Që ata e kanë rregull. Dhe po, ata kur shkojnë në Amerikë, në Europë, marrin pothuajse stilin tonë të jetesës, fillojnë të shëndoshen dhe të murren njësoj si ne. Së pari, baza e të gjithë kësaj është ushqimi. Ata kanë porcione të vogla, po ta vini retase të vegjël, han ngadalë, ndalojnë së ngrënie përpara të ngopen plotësisht. Rregulli ose parimi që ata kanë është hara hachibu, që do të thotë ha deri në 80%, jo të ngopesh plotësisht. Baza e ushqimit që ata kanë është peshk, perime, orizi thjesht, alga deti, ushqime të fermentuara, shumë pak sheqer, pothuajse fare, shumë pak ushqim të përpunuar. Së katërti, pijet që ata kanë çaj jeshil, ujë. Ata nuk japin fëmijëve lëng frutash në mëngjes sikur të ishte ujë. Ata nuk japin brioche, recele, çokoladë, por i japin një ushqim të shëndetshëm, një ushqim që quhet ushqim. Japonezët ecin pothuajse çdo ditë, ngjisin shkallë, lëvizin vazhdimisht. Lëvizje të vogla, por të përditshme, konstante. Ata janë shumë të kujdesshëm me stresin dhe mendjen. Stresi kronik është një armik i heshtur. Në Japoni kanë rituale, respekt për pushimin, disiplinë mendore. Kur trupi nuk bombardohet me sheqer, me ushqime të përpunuara, me një stres, insulina dhe metabolizmi jon qëndron konstant. Më pak toksina, më pak sheqer, më pak mbi peshë, më pak stres, sepse kanceri nuk bie nga qielli, ndërtohet ngadalë nga mënyra se si ne jetojmë çdo ditë. Zgjedhjet që bëjmë që në mëngjes. Le të respektojmë trupin ton, të mos e mbingarkojmë, sepse nuk kemi nevojë në Japoni për të qenë të shëndetshëm dhe për të pasur një stil jetese të kujdesshëm për veten tonë. Nëse ke vite të bëri të mendosh pak më ndryshe, ruaj dhe ndaje këtë me njerëzit të dashur. Të uroj të jeni mirë.